Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë, i qojmë salavat e selam e pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vërtet njeriu në këtë botë ballavaçohet me situata dhe rrethana ndryshme. Dhe gjithmonë jeta e tij është në mes të sprovës dhe begatisë. Edhe nevojat e jetës së njeriu në këtë dynjë nuk ndalen asnjëherë, përderisa është gjallë. Edhe vazhdimisht jeton brenda rrethanave të cilat ndryshojnë vazhdimisht dhe shpesh edhe kërkesat e tij nuk janë të njëjta. Kajherë kërkon diçka prej Zotit Madhreshëm, apo ka dëshirë diçka, pas një kohe i del dëshirë tjetër, ato që e ka dëshiruar më herët nuk e don më e kështu me radhë. Prandaj edhe këtu është një realitet që duhet me pranu se ju edhe na njeri gjithmonë mundet me ditë çka është më mirë për të. Domthonë çka dëshiron dhe thotë a është e mirë për të apo jo. Bile nga njerë na është i mujna me kërku diçka me ngulm e ajo me qenë sprovë për neve, edhe kundërta. Mos me dëshiru diçka e ajo me qenë e mirë për neve, ashtu që ka thënë edhe Allah i Madhreshëm. E keni parasysh Jusufi a.s. kur o sprovu në historinë, është e gjatë vetëm po du me e përmend një sekuencë nga ajo ngjarja në përgjithësi, e keni parasysh që o sprovu me gruan e atij Aziz që kon patroni i tij, zotria e tij, gruaja e atij zotris i ka bë fitnë edhe ka kërku me bë amoralitet me Jusufin. Jusufi nuk ka pranu. Edhe çka ka thonë në ajet ka thonë, Allah i Madhreshëm po përmend se Jusufi ka thonë, Rabbi sijnu ahabbu ileja mimma yad'unani ilej. O Zot, burgu për mu është ma i dashur se sa ajo puna për cilën po më thrasin. Domthonë kështu e ka formulu lutjen e tij Jusufi a.s. E disa komentatorë të këtij ajeti kanë thonë që vërtet Jusufi e ka lyp burgun, edhe Allah i Madhreshëm e ka dhënë burgun. Të kish lyp diçka tjetër, i kish dhënë edhe diçka tjetër, për arsye se Allahu është i gjithpushtetshëm edhe ai dhuron. Prandaj është shumë e rëndësishme njëri me ditë që ka me lyp edhe mënyrën qysh me lyp. Ndoshta më mirë se kjo do të ishte ma i mençur, nuk është ai i cili kërkon çka dëshiron, po kërkon prej Allahut Madhreshëm atë çka është më hajër për te. Prandaj edhe ngjarja jonë e sodit, hadithi jonë i sodit ndëlidhet me këtë rrethon, për arsye se vërtet vëllezër të nderuar, pavarësisht begatitë e kësaj dynjaje, a mundet me qenë pasuria, a mundet me qenë pozita, apo lehtësia e jetës e kështu me radhë, nuk kanë kurfar vlere nëse çato bëhen sebeb me na largu prej kujtimit të Zotit Madhreshëm. Nuk ka kurfar vlere ajo. Për arsye se nëse një pasuri të pengon nga feja edhe nga njohja e Zotit Madhreshëm, atëherë kemi ja pa sherrin asaj pasurie. E një pozitë gjithashtu e çdo sen. Prandaj sot do ta shohim një njerëz që kërkoi prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një lutje për shkak të një sprove me cilën ishin ballavaçu jo vetëm ai, po e tërë Medineja. Dhe rasti është kështu, transmetohet po në hadithi, është në Buhari dhe Muslim dhe në koleksione tjera. Enes ibn Maliku e përcjell, thot, derisa ishëm në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në hutbe, duke folur, thot, ka hyrë një njeri në xhami edhe ju ka drejtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë ai në hutbe. Ka thonë, oj dërguari i Allahut, janë shkatruar bagëtit, domthonë janë shku poshtë hajvanati, bagëtit në përgjithësi, inqata'ati subul, rrugët janë ndërprer, me një fjalë format e rrezikut, njerëzit që kërkojnë rrezikut nuk janë do thot mundshëm, janë vështërsu, fëmijët janë të uritur për shkak të thatësisë së madhe, prandaj lutë Allahun e Madhreshëm që të na jap shi. Kjo ka qenë kërkesa e këtij sahabiu. Pra lutë Zotin me na dhon shi se thatësirë e madhe dhe vështërsi të mëdha
dhe fëmijët kanë betë të uritur, edhe për këtë shkak edhe i ka kërku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bë dua. Edhe çfarë bëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i ngriti duart duke qenë në mimber, edhe ka thonë: o Allah, o Zot, iskina, që nëse përkthejmë në shqip do të thonë na jep shi. Dhe 3 herë ka bërë: o Zot, na jep shi, o Allah, o Zoti ynë, na jep shi. Edhe po tregon Enesi, në ato momente para se me bë duan pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, qielli ishte i pastër, kishte diell të fortë, edhe nuk kishte fare shenja të shiut. Pra nuk kishte shenja që ka merr shi. Thot, si bëri dua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pa prit mas, u shfaq një re në Kodrina, edhe ai re ka fillu me ardh ka Medineja, edhe thot u shprënda mrenda përmi qytet, edhe si kemi dal prej xhamis, thot ka fillu me rashi. Ka fillu me rashi edhe me zbrit shiu prej qiellit. Vazhdon ngjarja, thot nuk pam diell deri do të thonë gjatë tër 6 ditëve të javës, pra deri në xhuman e ardhshme. Non stop ka pas shi, ka ra shi vazhdimisht. Deri sa në xhuman e ardhshme, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e mante hutbën, prap një njeri vjen, edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: o i dërguar i Allahut, janë shkatruar pasuritë, dhe ndërtesat kanë nisë me u rënu nga përmbytja edhe uji i madh, prandaj lutë Allahun me nal shiun. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngrit duart edhe thot: o Allah, rreth nesh e jo mbi ne. Domethënë bëje me ra shiun për qark Medines e jo mrenda në qytet. Edhe pastaj bën dua edhe thot: në male e lugina edhe në vende ku bjen, domthon ku rriten pemët, bëje që të bjerë shiu, kurse tek ne të ndalet, pra në qytet të ndalet. Edhe po thot Enes ibn Maliku, sa herë që bënte me dorë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shihnim rat duke u largu, edhe duke u ndal shiu. Thot kur dolëm prej xhamis, vetë se kishte fillu me nxe dielli edhe me dal do thot me u largu rat edhe me dal dielli edhe me nxe. Pra kjo është ngjarja edhe pra e sodit, edhe po thot transmetuesi që e përcjell prej Enesit, thot e kum pyet Enesin a ka qenë që i njëjti person edhe javën e parë edhe javën e dytë që e ka bë njëjtën lutje. Enesi thot nuk e di, nashte u kon i njëjti, nashte u kon 2 persona. Pra ka mundësi me kon i njëjti, ka mundësi me kon 2 persona. Pra kjo është do thot ngjarja, edhe nga kjo ngjarje kuptojmë vëllezër të nderuar, mas pari fuqinë e lutjes. Vërtet, besimtari në asnjë rrethon, asnjë situatë nuk bën me e ndërprej ymytin dhe shpresën në Allahun e Madhreshëm edhe fuqinë e tij. Prandaj, besimtari vazhdimisht duhet me e kuptu këtë fuqinë e lutjes dhe nuk duhet me heq dorë asnjëherë në lutjen edhe me ju drejtu Zotit Madhreshëm, për arsye se Allahu i Madhreshëm i përgjigjet lutjes së sinqert. Pastaj, një prej dobive që i përmendin ulemat është edhe ajo se jo çdo bekim dhe çdo begati me veti sjell edhe përgjegjësinë. Për arsye se po e shohim që në fillim shiu ka ardhur si dhuratë edhe si begati, mirë po kur ka filluar u bë shumë, atëherë është kthy në sprov edhe në dëmtim të njerëzve. Prandaj besimtari e din që vërtet çdo begati të njeri, në jetën e tij të përditshme, mësojmë nga kjo që vjen edhe përgjegjësia e menaxhimit të saj. Prandaj edhe tham në fillim, ka herë pasuria e madhe mundet me kon begati për ty. Edhe me thonë që unë tash pshtova, dola pe fukarallahut sene. Mirë, po nëse nuk ki aftësi edhe nuk e menaxhon çu duhet, atëherë ajo mundet me kon do thot për ty sprov edhe dëmtim, sikurse ky shiu kur është bë tepër edhe ka ardhur i ka filluar do thot me i dëmtu njerëzit. Prandaj ndoshta më e drejta për besimtarin është me bë dua: o Zot,
mja pasuri, po me di do thot mi shfrytzuan atë që është mirë, e jo do thot mja pa sherrin pastaj pasurisë. Prandaj po them edhe një herë, pra çdo bekim edhe begati edhe e mirë që vjen prej Allahut e sjell pas veti përgjegjësinë, edhe që njeriu duhet me kanë i përgjegjshëm. Për çata dhe pejgamberi Allahu i Madhëshëm në Kur'anin famlar thot: "Wa la in shakartum la azidannakum." Nëse ju jeni falënderues, edhe jeni të përgjegjshëm, edhe jeni të vetëdijshëm, atëherë vazhdojnë përgjegjësitë. Nëse jo, atëherë përgjegjësia ose tërhiqet ose rikthehet në çka? Domethënë mundet me u rikthy në dëmtim edhe në sprovë për njerëzit. Pastaj po e shohim që edhe mënyra që e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lutjen që ka thonë o Zot, nuk ka thonë na le shiun në formë të prerë, për arsye se do të ndalej edhe mund të kishte prapë thatësirë. Po ka thonë o Allah, bëje që të zbret shiu, po mos na dëmtoj vendin tonë. Po le të bjen kodrav, vende për rreth, edhe ku ka drunj, edhe ku ka nevojë, kurse neve na kurse që mos me qenë e tepërt për ne. Prandaj është e rëndësishme njeriu me di çysh me bë duan. Pastaj prej dobive që gjithashtu i nxjerrën nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të nderuar, është edhe ajo se vërtet në parim besimtari i lutet Zotit Madhreshëm me zemrën e vet, edhe me zemrën e hapur, me çiltërsinë dhe me sinqeritetin e tij, po nuk prish punë në disa rrethana dhe situata mi thonë dikujt bë dua për mu, po mos me kanë kjo gjithmonë, apo që mu mbështet në duan e dikujt tjetër, po në disa rrethana dhe situata, nëse është një njeri i mirë, ose hoxh, ose dietar, ose bën mi thonë, o ti filan hoxhe, ose filan dietari, filan njeri i mirë, bë dua për mu, për ndonjë punë, ose për një vepër, nuk ka të keqe. Domthonë kjo është e lejuar në Islam, në këtë aspekt mi thonë për me bë dua për ty, po jo me kanë për çdo sen. Për arsye se njëri duhet me forcu lidhjen mes vetes edhe Zotit Madhreshëm parimisht. Gjithashtu prej dobive që përmenden nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe ajo se duaja, kanë thonë ulemat, nëse njerëzit ballafaqohen me një vështirësi të madhe, mundet me qenë lufta, mundet me qenë sprove madhe, mundet me qenë edhe thatësira e madhe, bën hoxha edhe pra në namazin e xumas mas hutbes mi ngrit durt ose edhe mos mi ngrit durt edhe me bë dua për me largu atë sprovë nga njerëzit, nëse është siguri, nëse është luftë, nëse është bela, nëse është bën me bë dua për shkak se edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bën këtë vend. Prandaj edhe shohim në disa rrethana, në disa hutbe kur ka ndonjë situatë edhe ndonjë gjendje, preferohet edhe është mirë që hoxha së bashku me xhamatin me bë dua të caktuar, përndryshe edhe për duan për namazin e thatësirës apo namazin e shiut, ka transmetime të vërtetuara që është një namaz specifik i veçantë kur ballafaqohen muslimanët me një vështirësi të madhe, dalin, grumbullohen kërë njerëzit në një vend edhe e lusin Allahun e Madhreshëm, bojnë dua, edhe falin namaz edhe lusin Allahun e Madhreshëm me zbrit shiun. Edhe i thonë salatul istisqa, namazi i shiut. Praktikohet kur thatësira është shumë e madhe. Pra këtu ishin disa dobi të cilat nxirren nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ajo që është shumë e rëndësishme me pas parasysh që vërtet Allahu i Madhreshëm begatit e tij janë të shumë thjeshta edhe shumë llojshme, e jona është që vazhdimisht t'i kujtojmë ato edhe t'i drejtohemi Zotit Madhreshëm që vërtet na jap jo ata që na e kem qef edhe e dëshirojmë, po atë që është hajër për neve edhe që na bën dobi, për arsye se Allahu i Madhreshëm është i gjithdijshmi, kurse dituria jon është e kufizuar, ka mundësi kërkojmë diçka e ajo me kanë për neve sprovë më e madhe se sa që e kemi pas më herët, sikurse në rrethanën e shiut apo edhe në situata tjera, ashtu siç ka thënë edhe Zoti i Madhreshëm, ka mundësi që ju diçka me urrejt, ajo me qenë e mirë për juve, edhe ka mundësi që diçka ju me dasht, e ajo me qenë ju e mirë për juve. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ju nderoft.